unit bashk në një familje të madhe si familja europiane. Kjo nuk është diçka që bëhet ekskluzivisht për ne, kjo është diçka që është pjesë e mekanizmit të antarësimit, është diçka që e kanë bërë edhe vende përpara nesh. Fjala vjen Kroacia ka negociuar dhe ka arritur të marrë 10 vjet fazë të ndërmjetme për përmbushjen e të gjitha kritereve në aspektin mjedisor. Dhe në ndërkohë që ne i referohemi atë rasti dhe jemi besim plot që bazuar mbi atë precedent do të mund të marrim një lehtësim të tillë, betejë kryesore është për sektorin e prodhimit ushqimor. Për të gjithë prodhuesit në fshat, për të gjithë sipërmarrjen që përpunon prodhimet ushqimore. Në kushtet e sotme, ne jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kritereve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye po përpiqemi të fitojmë një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh pas antarësimit. Por ama vitet kalojnë shpejt dhe përgatitjet duhet të fillojnë tani në vazhdën e të gjitha atyre arritjeve që kemi pasur, po të kemi parasysh që kur ne kemi marrë detyrën, rrugët e Shqipërisë ishin njëkohësisht edhe tregje ushqimore edhe thertore. Nuk besoj se është e vështirë që duke u kthyer pas në vitin 2013 të gjithë të kaloni në filmin e kujtesës Gjën e gjallë që therej në rrugë, që nga kthesa e Kamzës e deri në pika tjera. Apo të gjitha autostradat e Shqipërisë, të ashtu quajtura, që përveç se ishin lënë rrugëve, ishin të kufizuara nga tezgat dhe tregjet informale ushqimore. Që nga ajo kohë shumë përparim është bërë. Por ama në raport me kriteret e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian, jemi ende larg. Ama duhet të dim çfarë do të thotë kjo. Kjo do të thotë që në momentin e antarësimit dhe pastaj në momentin kur përfundon periudha ndërmjetme, asnjë ushqim i prodhuar në Shqipëri nuk mund të shitet përveç në Shqipëri. Dhe edhe në Shqipëri do të funksionojnë kriteret e njëjta, që do të thotë që edhe në Shqipëri ushqimet mund të bllokohen sepse nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Dhe pastaj në skenarin më pesimist do të thotë që gjithçka që hahet të importohet. Po shkojnë në ekstrem. Për këtë arsye duhet një super punë, por edhe një super vendosmëri